تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. Mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet. Ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je gjithë dituri i urti. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lërt mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala, kopshti i mençurve, të autorit Ebu Hatim Muhammad ibn Hibban al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën e 5 të radhës është tema për nxitje për të qëndruar sinqeritetit, do të thënies të vërtetës dhe largimi prej gënjeshtrës. Pra, nxitje për sinqeritet dhe largim nga gënjeshtra. Thot autori rahimahullah, akhbarana Ahmed ibn Muhammad ibn Habib al-Junaydi binasa, do të thënë na ka treguar Ahmed ibn Muhammad ibn Habib al-Junaydi në qytetin Nasa. Thot na ka treguar Humeid ibn Zanjuja, qala haddathana Muhadir ibn al-Muwarri' قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال عبد الله. Do të thënë me këtë zinxhir për autorit transmeton nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, thot qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pra i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, aleikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Do thot, mbajuni sinqeritetit, pra qëndroni gjithmonë në të vërtetën, thone gjithmonë të vërtetën, sepse e vërteta dhe sinqeriteti çon në bamirësi, dhe bamirësia çon në xhenet, dhe njeriu vazhdon të jetë ta thotë të vërtetën çdo herë, dhe në transmetim tjetër është wa yataharra as-sidq, edhe ta zgjedh gjithmonë ta thotë vetëm të vërtetën, derisa të shkruhet tek Allahu siddiq, do të thënë shkruhet tek Allahu i sinqert dhe njeri që nuk gënjen. Dhe thot wa iyyakum wal kadhib, pra ruhuni dhe largohuni prej gënjeshtrës, fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an nar. Edhe dijeni se gënjeshtra çon në keqbërje, në vepra të këqija, në mëkate, dhe mëkatet çojnë në xhehenem. Wa inna ar-rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaban. Dhe njeriu vazhdon të gënjej, ta thotë të pavërtetën, të thotë gënjeshtra, derisa të shkruhet tek Allahu gënjeshtar. Ky është hadith sahih e transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Pra, kjo temë që e ka sill Imam Ibn Hibban rahimahullah është si deg e temës paraprake, që ishte kujdesi dhe ruajtja e gjuhës edhe heshtja. Do të thënë, pjesë e ruajtjes gjuhës është ruajtja e kësaj gjuhe nga gënjeshtra. Pasi gënjeshtra është prej mëkateve më të mëdha që vinë përmes gjuhës. Do të thënë, është më e keqja që mund ta bëjë gjuha e njeriut, pra gënjeshtra, ose një prej më të këqijave. Dhe Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar në librin e tij, në ajete të shumta, që gjithmonë ta themi të vërtetën dhe na ka paralajmëruar kundër gënjeshtrës. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala, do të thënë përgjithësi, kuptojmë nga ajetet dhe hadithet se sinqeriteti, pra thënia e të vërtetës, gjithmonë është shpëtim, kurse gënjeshtra është shkatrim. Edhe pse nëse njeriu mendon, si ka thënë dikush prej selefëve, thoje të vërtetën, edhe nëse mendon se aty është shkatrimi yt,
sepse aty është shpëtimi yt. Dhe largohu prej gënjeshtrës, edhe nëse mendon se me ta do të shpëtosh, sepse ajo, domethënë, gënjeshtra të shkatron. Dhe për këtë shkak, kur është përmendur rasti me 3 veta që nuk kanë shku në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe nuk kanë pas arsyetim, pra kur është kthyer pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e kanë gënjur. Dhe kanë thënë të vërtetën se kanë thënë nuk kemi pas arsye. Atëherë ka pas një lloj ndëshkimi nga ana e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që i kanë bojkotuar dhe i kanë izoluar këta 3 veta për një kohë shumë gjatë, për rreth ose 50 ditë, domethënë nuk i ka fol askush prej muslimanëve, dhe kjo ka qenë vështirësi për ta. Pastaj Allahu subhanahu wa taala ka zbritur ajete, të cilat tregojnë, pra janë surën Tauba, ajete që tregojnë pendimin e sinqert këtyre 3-ve dhe tregojnë se Allahu ua ka pranuar pendimin dhe ua ka falur mëkatin. Dhe në fund të këtij konteksti, të kësaj ndodhije, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, ja ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Do të thonë që keni besuar, ruhuni Allahut, keni takwa dhe qëndroni me të sinqertët. Pra gjithmonë jini me ata që e thonë të vërtetën dhe largohuni prej gënjeshtërës. Edhe ky ajet është argument se këta njerëz i ka shpëtuar ky sinqeritet. Do të thonë, thënia e vërtetës i ka shpëtuar prej dënimit dhe prej zemrimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, aleikum bis-sidqi. Kjo është në gjuhën arabe aleikum, do të thonë gjithmonë mbani për mi vete, pra mbani si obligim, gjithmonë ta thoni të vërtetën. Sepse kjo është cilësia më e shquar e besimtarit. Do të thënë besimtari njihet me sinqeritetin, kurse munafiku me gënjeshtrën, si është në hadith tjetër. Dhe pse, do të thënë, qëndroni gjithmonë me sinqeritet, gjithmonë me thënien e të vërtetës, mos ju ndani asnjëherë, sepse kjo cilësi e çon njeriu në vepra të tjera të mira, edhe në pajisje me cilësi të tjera të bukura, me moral të lartë. Nëse është njeri që nuk thot tjetër përveç se të vërtetës, patjetër se do të zbukurohet edhe me veti tjera të moralit të lartë dhe me vepra të mira, me kujdes të sakt, domethënë, prandaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa yahdi ila al-birr. Domethënë, sinqeriteti udhëzon në bamirësi. Dhe bamirësia, kjo është një shpërblim i shpejt në dunja, që njeriu përmirësohet në çdo aspekt. Do të thënë, nëse nuk gënjen asnjëherë, edhe thot vërtetën, udhëzohet në atë që është më e mira për ta, në çështjet e fesë, edhe në çështjet e dunjas dhe të ahiretit. Dhe pastaj shpërblimi tjetër në ahiret është që kjo bamirësi dhe kjo rrugë e mirë është që njeriu ne udhëzon në xhennet. Dhe më e mira, që është edhe më e lartë se fitimi i xhenetit, është kënaqësia e Allahut subhanahu wa ta'ala. Do të thënë, vazhdon njeriu ta thotë vërtetën edhe t'i largohet çdo herë gënjeshtrës, derisa të shkruhet tek Allahu Siddiq. Dhe ai që shkruhet Siddiq, do të thënë, është në gradën më të lartë që mund ta arrijë njeriu. Se për mi këtë grad, për mi Siddiq është vetëm janë pejgamberët vetëm. Pra si ka thënë Allahu subhanahu wa ta'ala, ulaika ma'alladhina an'ama Allahu alaihim, do të thënë ata që i binden Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të jenë me ata të cilët Allahu i ka begatuar me të mira, minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin, do të jenë me pejgamberët në xhennet, do të jenë me siddiqët të sinqertit, që e flasin vetëm të vërtetën dhe besojnë në të vërtetën. Dhe pastaj vinë gradë tjera të besimtarve, që janë shahidat, ata që kanë rënë dëshmor në rrugën e Allahut. Do të thënë, thënësit e të vërtetës janë në gradë më të lartë. Edhe pastaj të tjerë të mirë prej besimtarve. Pra njeriu nëse në jetën e tij gjithmonë e zgjedh të vërtetën, edhe është i kujdesshëm që ta thotë vërtetën, shkruhet tek Allahu si Siddiq. Pastaj ka thonë wa iyyakum wal kadhib, do të thonë ju paralajmëroj
të ruheni nga gënjeshtra. Domethënë plotësisht njeriu t'i largohet gënjeshtrës, të ruhet prej saj, sepse gënjeshtra çon në punë të këqija, domethënë drejton në punë të këqija dhe punët e këqija drejtojnë njeriu në xhehenem. Edhe më e keqja është se njeriu vazhdon të gënjej, e bën gënjeshtrën traditë të tij, derisa shkruhet tek Allahu se është gënjeshtar. Edhe ai që është shkruar tek Allahu me këtë veti, do thotë mirë për ta. Pastaj thot Imam Ebu Hatim rahimahullah, inna Allaha jalla wa ala faddala al-lisana ala sa'iri al-jawarih. Pra Allahu subhanahu wa taala e ka vlerësuar, e ka ngritur, e ka nderuar gjuhën mbi gjymtyrë tjera të trupit. Wa rafa'a darajatahu, edhe ja ka ngritur gradën gjuhës, wa abana fadlahu, dhe ka sqaruar vlerën e saj. Në çfarë mënyre? Bi an antaqahu min bayni sa'iri al-jawarih bi tawhidihi. Do të thonë që ja ka mundsuar gjuhës në mesin e gjitha pjesëve të trupit, Allahu ja ka mundsuar gjuhës që ta shprehë tauhidin e tij. Do të thonë vetëm gjuha është që thot la ilaha illa Allah, dhe kjo është dëshmia më e fuqishme për cilën dëshmon Allahu subhanahu wa taala. Ka thënë shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, do të thonë Allahu dëshmon se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç tij. Pra kjo është dëshmia më e vlefshme dhe më e rëndësishme. Pastaj wa ulul ilm, do të thonë njerëz të dijes dëshmojnë, dhe mjeti me cilin dëshmojnë është gjuha. Prandaj kjo është pjesa më e vlerësuar dhe më e ngritur, më sipërore në trupin e njeriut, sepse e shpreh këtë, do të thënë, realitetin më të rëndësishëm. E shpreh dëshminë për veçimin e Allahut në rububie, në uluhie dhe në emrat dhe cilësitë e tij. Prandaj thot fala yajibu lil aqili an yu'awwida alatan khalaqa Allahu lin nutqi bi tawhidihi bil kadhib. Do të thonë, njeriu i mençur nuk bën asesi që këtë mjet të cilin Allahu e ka krijuar që ta shprehë tauhidin e tij, nuk bën asesi i mençuri që ta mësoj ose ta adaptoj gjuhën me gënjeshtër. Do të thonë se kjo është pjesë shumë e vlefshme dhe është krijuar për një qëllim shumë të lartë. Nuk bën njeriu ta bëj atë ta mësoj me gënjeshtër, por e ka obligim që vazhdimisht ta ruaj gjuhën me sinqeritet, vetëm me thënien e të vërtetës. Dhe çdo fjalë që i sjell dobi njeriu në jetën e dunjas dhe jetën e ahiretit. Do të thonë kjo është ajo që e bën i mençuri. Do të thonë gjuhën e përdor vetëm për atë që i bën dobi në dunja ose dhe në ahiret, në dunja dhe në ahiret, në të dy botët, dhe e mëson gjuhën që të jetë vetëm i sinqert, vetëm ta thotë të vërtetën. Lianna al-lisana yaqtadi ma uwid, sepse gjuha e sjell, e nxjerr ose e thot atë me të cilën është mësuar. Do të thonë nëse njeriu është mësuar që gjithmonë në mënyrë, si thuhet, në mënyrë automatike, kur pyetet diçka ose kur i vjen situata që të flasë, ai vetëm të vërtetën e thot. Do të thonë nëse e ka mësuar vetveten gjithmonë kështu, atëherë gjuha e tij do ta nxjerrë vetëm të vërtetën. Nëse njeriu është menduar që kur i vjen momenti të flasë, është mësuar që kur i vjen momenti të flasë, mendon se si të gënjej ose si ta ngatroj çështjen edhe ta pështjelloj, atëherë gjuha e tij do të sjell vetëm gënjeshtra. Edhe nuk bëhet me të vërtetë kjo gjuhë dëshmitar për tauhidin e Allahut subhanahu wa taala. Prandaj, do të thënë, njeriu duhet të jetë gjithmonë ta ushtrojë, ta stërvis vetveten që pa menduar ta thot vetëm të vërtetën. Do të thënë, pa menduar në aspektin pa planifikuar që të thot diçka tjetër. Po menjëherë në mënyrë automatike do thotë ta thot menjëherë të vërtetën. Si ka thënë poeti, thot autori rahimahullah, laqad ahsana alladhi yaqul, do të thonë shumë bukur ka thënë ai poet që thot awwid lisanaka qawl alkhair tahwa bihi inna al-lisana lima awwadta mu'tadu. Do të thonë mësoje gjuhën ose familiarizoje gjuhën me fjalë të hajrit që të fitosh prej saj, sepse gjuha mësohet, do të thonë ashtu si stërvitet. Si ta mësosh ashtu
adaptohet, do të thonë gjuha, muwakkalun bitaqadi ma sananta lahu fakhtar li nafsika wanzur kayfa tartadu. Do thotë gjuha si lihet, si më thon përgjithësi, ajo që me të cilën e ke ngarku. Do të thonë, nëse e mëson, e ngarkon me sinqeritet, do ta nxjerr atë sinqeritetin, përndryshe e nxjerr të kundërtën. Prandaj fakhtar li nafsik. Prandaj ti zgjidh për veten tënde, me çka do ta kesh gjuhën të mësuar, edhe shiko se çka do të fitosh prej saj. Do thotë patjetër njeriu ta mësoj dhe për këtë ti kërkoj ndihmë Allahut subhanahu wa taala. Çdo herë, sepse nuk ka mundësi njeriu të arrijë diçka përveç se me ndihmën e Allahut. Dhe prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë Allahumma inni as'aluka qalban saliman wa lisanan sadiqa. Do të thonë Allah, të kërkoj zemër të shëndosh, të pastër, do thotë, dhe gjuhë të sinqertë. Pra gjithmonë robi duhet t'i kërkoj Allahut që t'i japë gjuhë që çdo herë flet të sinqertën. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thonë, ka bërë këtë dua dhe është përmendur edhe prej pejgamberëve të tjerë më përpara, do të thonë Ibrahimi alayhis salam dhe të tjerë, kanë thonë waj'al li lisana sidqin fil akhirin, do të thonë më jep gjuhë të sinqertë dhe të përmendem për me hak, do të thonë në gjeneratat e mëvonshme. Pastaj thot autori rahimahullah, me zinxhirin e tij, thot transmeton nga Ismail, thot Ismail ibn Ubaidillah rahimahullah, ka qenë edukator i fëmijëve të Abdul Malik ibn Marwanit. Se thot në atë kohë, ata që kanë qenë të angazhuar me punë të shumta dhe kanë pasur pasuri, kanë marrë edukator në shtëpi për t'i shkolluar fëmijët e tyre, edhe për t'i edukuar. Thotë kryesisht i kanë edukuar vetë prind fëmijët e tyre dhe pastaj kanë dërguar te dietarët që të mësojnë. Mirëpo dikush që ka pasur edhe më shumë mundësi, ka marrë edhe edukator në shtëpinë e tij. Dhe këtij edukatori që e ka marrë me pagë, domethënë, i ka bërë kërkesa, edhe domethënë disa pika që ja ka kërku si të kujdeset për edukimin e fëmijëve të tij. I ka pas në përgjithësi të gjitha aspektet e edukimit. Domethënë jo vetëm mësimi, vetëm mësimi i thatë i teksteve, por gjithashtu mësimi i teksteve me edukim, për çdo aspekt, madje edhe për aspektin fizik. Këtu thot Ismail ibn Ubaidillah, thot kana Abdul Malik ibn Marwan ya'muruni, do thot Abdul Malik ibn Marwan, khalifja, do thot, më urdhronte që t'i largoj fëmijët e tij prej trashësisë ose mbipeshës. Do të thonë t'i ruaj prej kësaj, sepse ai është kujdesur edhe për ushqimin e tyre, edhe për aktivitetin fizik, gjithashtu, edhe për edukimin moral dhe për mësimin të Kuranit, hadithit dhe të diturive të fesë. Thot wa kana ya'muruni alla ut'imahum ta'aman hatta yakhruju ila al-biraz. Edhe më ka urdhëruar që mos u jap ushqim derisa, si më thënë, të shkarkohen, do të thonë ta nxjerrin atë që kanë pasur në bark. Pra në fillim, kjo është një prej mënyrave të mira të edukimit fizik, që njeriu në mëngjes mos haje me njëherë, por edhe gjithashtu të ketë lëvizje dhe aktivitet mëngjes pas namazit sabahut. Nëse lëviz, atëherë pas një periudhe shkarkohet ajo që është në bark, pastaj pas kësaj, atëherë ushqimi është i shëndetshëm. Kurse ajo që kur njeriu sa zgjohet nga gjumi, me njëherë vrapon të frigoriferi ose të ushqimi, edhe do të thënë vetëm palos ushqimin një për një, atëherë kjo është e dëmshme për trupin. Edhe me keqardhje, do të thënë fëmijët tonë këtë kohë, fëmijët tanë kanë këtë
për shkak të rahatisë edhe bojllëkut, që është dhunti prej Allahut subhanahu wa taala, në mëngjes menjëherë vrapojnë në ushqimin dhe në ushqimin më të damshëm, kryesisht me sheqerna, me pije, me gaze, kështu me radhë, domethënë që sjellin dëme të shumta, pa pasur asnjë lloj aktiviteti në mëngjes, pa hecur, pa i çu fëmijët në xhami, domethënë se ajo përveç ngritjes shpirtërore, shoqërimi i fëmijëve në xhami, domethënë sjell edhe dobi fizike gjithashtu, domethënë që të kenë lëvizje në atë kohë, atëherë pas kësaj është më mirë zbrazja e barkut. Edhe Imam Ibn Qayyim gjithashtu thot se kryerja e nevojës pas ushqimit është e dëmshme për trupin. Domethënë kur barku është i mbushur edhe i ngopur shumë njeriu, atëherë pas kësaj kur e kryen nevojën, Allahu ju nderoft, është e dëmshme për trupin e njeriut. Kurse kur është i uritur pa ngrënë ushqim të ri, është më e dobishme, domethënë që ta pastroj brendësinë e barkut përpara se të marrë tjetër ushqim. Prandaj, pra Abdul Malik ibn Marwan i ka thënë që të kujdeset edhe për këtë aspekt, domethënë që mos han pa pasur lëvizje në mëngjes edhe pa u pastruar në mëngjes, pastaj pas kësaj mund të hanë. Edhe kjo është, domethënë, ajo që duhet ta ketë edhe sistemi shkollor për fëmijët, domethënë këtë kujdes që aktivitetin ta bëjnë në mëngjes, pastaj të vazhdojnë me mësimet dhe jo si veprojnë në shumë vende. Domethënë ora e edukatës fizike është e fundit, pasi janë lodhur, për shembull, edhe nuk kanë energji për aktivitet, më thënë atëherë, edhe ose pasi kanë ngrënë pushimin e gjatë, menjëherë mas ushqimit të hynë në aktivitet. Më thënë gjitha këto janë që sjellin dëme në trupin e fëmijës, edhe sidomos këto ushqimet e kësaj kohe që janë, do thotë, shumica me dëme të njëpasnjëshme. Se fëmija nuk di ta zgjedh ushqimin e shëndetshëm. Fëmija zgjedh vetëm atë që është në atë moment për shijen. Dhe më thënë atë që është të shishme në atë moment, atë e kërkon. Po, edukatori, mësuesi dhe prindi në radhë të parë, duhet të vazhdimisht ta edukoj fëmijën me ushqimet që janë të shëndetshme, edhe pse në atë moment nuk i duken të shishme, do thotë fëmijës. Mirë, ky ka qenë një aspekt që e ka porositur, do të thënë këtë edukatorin e ka marrë, e ka porosit për që të kujdeset për trupin dhe ushqimin e tyre, dhe i ka thënë allim baniyya as-sidqa. Do të thënë mësojua fëmijëve të mi sinqeritetin. Do të thënë gjithmonë edukoj që ta thonë vetëm të vërtetën. Kama tuallimuhum al-Quran. Do të thënë siç u mëson Kur'anin, mësojua sinqeritetin. Edhe kjo është edukat afat gjate, duhet patjetër në vazhdimsi, më thënë njëherë prindi tjetë shembull për sinqeritet dhe jo ta gënjej fëmin, sepse kur e sheh gënjeshtrën prej fëmija, do të thënë e sheh se prindi vazhdimisht gënjen, atëherë, do të thënë kjo është që e kupton se gënjeshtra është pjesë e duhur e jetës. Nëse i thotë po e bën këta, do ta jap këtë edhe pastaj nuk ja jep, për shembull, thyrja e premtimeve, do të thonë, ose gënjeshtrat e rastit, ose gënjeshtër dikujt tjetër, edhe fëmia e sheh. Do të thonë i thot fëmis, shko thuj baba nuk është në shtëpi, për shembull. Atëherë është diçka që e mëson fëmin se si duhet me gënjy. Allah na ruajt. Do të thonë i ka thonë mësoja fëmijëve të mi sinqeritetin, siç u mëson Kur'anin. Wa jannibhumul kadhib, edhe largoji prej gënjeshtrës. Do të thonë as mos shohin, as mos dëgjojnë gënjeshtër, edhe gjithashtu nëse e përdorin, do të thonë patjetër ti largoj edukatori prej gënjeshtrës. Wa in kana fihi kadha wa kadha. Do të thonë edhe pra mësoj që të largohen prej gënjeshtrës edhe nëse si pasojë ju ndodh kjo e kjo. Do të thonë edhe nëse ndodh që të vriten, të mësojnë mos gënjejnë, edhe nëse varet, do të thënë jeta e tyre, mos gënjejnë asnjëherë. Pastaj thot autori rahimahullah se një poet Al-Abrash ka thënë
El-kidhbu yurdike, wa illam takhaf, wa sidqu yuhyike ala kulli halin. Do të thënë, gënjeshtra të shkatron, edhe nëse nuk friksohesh. Do të thënë, mendon se tani kur ta thush këtë gënjeshtër, u sigurove. Do thotë nuk do të ndodhe e keqja, gënjeshtra të shkatron, kurse sinqeriteti të jep jetë në secilën situatë, fantuq bima shi'ta tajid ghibbahu lam yubtakhas waznata mithqali. Do të thënë, thuj çka të dush. Atëherë, do të thënë, dije se gënjeshtra të sjell shkatrim, edhe nëse duket në atë moment sikur shpëtim ose rrugdalje. Dhe sinqeriteti gjithmonë të shpëton dhe të jep jetë. Prandaj fol cilën ta duash ti, edhe do t'i gjesh pasojat. Nëse do me gënjeshtra, do t'i arrish pasojat e gënjeshtrës dhe nuk do të mbetet mangët asnjë grimc. Do të thonë, për çdo gjë njeriu do t'i shijoj pasojat. Pastaj transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Pra Omeri radhiyallahu anhu transmeton se Abu Bekri radhiyallahu anhu është ngritur, ka mbajtur ligjërat, edhe ka thonë, pra ka mbajtur hutbe ose fjalim, dhe ka thonë, i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam para një viti na mbajti fjalim, na këshilloi dhe na tha: innehu lam yuqsam bayna an-nasi shay'un afdalu min al-mu'afati ba'da al-yaqin. Do thotë, nuk ka të njerëzit, nuk u është dhënë njerëzve diçka më e dobishme dhe më e mirë pas bindjes, nuk ka diçka më të mirë se muafa, do të thënë afia, pra që të jetë i mbrojtur, mos jetë i prekur nga ndonjë sprovë ose nga ndonjë dëmtim. Nuk ka diçka më të mirë se kjo pas bindjes. Bindja, do të thënë, është besimi i paluhatshëm, që njeriu mos ketë dyshim në fenë e tij, mos ketë dyshim. Pra kjo është dhuntia më e mirë. Dhe pas kësaj është el-afia, do të thonë mbrojtja prej sprovave, mbrojtja, shpëtimi prej dëmtimeve. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam xhaxhait të tij, is'alillah el-afia. I ka thënë Abbasit, do të thonë, xhaxhai pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thënë mëso një lutje që të lutem, ka thënë kërko afia, do të thonë këtë mbrojtjen dhe shpëtimin prej çdo dëmi dhe prej çdo sprove. Pastaj pas disa ditëve ka thënë prap, më mëso një lutje tjetër, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: o Abbas, o xhaxhai të dërguarit Allahut, kërkoj Allahut afia, do të thonë mbrojtje, sepse nuk ka diçka më të mirë se kjo, do të thonë njeriu që mund ta kërkojë. Edhe këtu thotë Abu Bekri se ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk u ka dhënë Allahu njerëzve diçka më të mirë pas bindjes se kjo afia. Do të thonë bindja që të jetë njeriu besimtar i paluhatshëm, se ka thënë Allahu subhanahu wa taala: innamal mu'minuna alladhina, do thotë besimtar janë ata të cilët besojnë. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa thot në jetin innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Do thot besimtarët vërtet janë ata të cilët besojnë në Allahun dhe të dërguarin e tij dhe nuk kanë asnjë dyshim. Do thënë kjo është dobia më e madhe ose dhuntia më e madhe që e përjeton njeriu, që të ketë besim në Allahun, besim në fjalën e Allahut, besim në të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe mos ketë asnjë dyshim në këto. Kjo është dhuntia më e madhe që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala njeriu. Pastaj, pas kësaj, pra është afia. Dhe pastaj ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: ala wa inna as-sidqa wal birra fil janna. Do të thënë sinqeriteti dhe bamirësia janë në xhennet. Pra sin hadithin tjetër se sinqeriteti drejton në bamirësi dhe bamirësia e drejton njeriu në xhennet. Ala wa inna al-kadhiba wal fujura fin nar.
gënjeshtra dhe mëkatet, mëkatimi janë në xhehenem. Ky është hadith sahih. Pra Abu Bekri radhiyallahu anhu e transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që është i ngjashëm në kuptim me hadithin e Abdullah ibn Mas'udit, i cili është fillimi i temës. Pastaj thot autori rahimahullah me zinxhirin e tij, pra transmeton nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, thot ose transmeton nga Taysala ibn Ali al-Bahdali, thot se isha me Abdullah ibn Umerin radhiyallahu anhu në një ditë të një pemë e arakut. Domethënë është pema prej cilës nxirren këto degët e misfakut. Dhe kanë qenë në hije, domethënë ditën e Arafatit, ditën në Hax, kanë qenë në hije të një arakut. Dhe thot para ti ishte një njeri nga Iraku. Domethënë ka dallim mes Irak edhe Irak. Ishte një njeri dhe i ka thënë ky njeriu ka thënë Abdullah ibn Umerit, o ja ibn Umar, o i biri Umerit, mal munafiq. Çka është munafik? Çka do thot munafik? Ka thënë al munafiqu wayhak alladhi idha haddatha kadhab wa idha wa'ada lam yunjiz wa idha tumina lam yuaddi. Do thot munafik është ai njeri që gënjen kur flet dhe kur premton nuk e plotson premtimin, dhe kur i besohet diçka nuk e kryen amanetin. Domethënë këto janë cilësitë munafikut që i ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, dhe këto janë ky është nifaku i vogël. Do thot nifaku në vepër, sepse ka nifak në besim, në akide, dhe nifak në vepër. Nifaku në akide është kur njeriu e shfaq imanin, islamin, domethënë tregohet si musliman, kurse në zemër e ka kufrin. Edhe kjo është, domethënë njeriu i këtill nuk është musliman dhe është në shkallën më të ulët të xhehenemit. Si ka thënë Allahu subhanahu wa taala, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar. Domethënë janë munafiqët në gradën më të ulët të xhehenemit. Kurse këto vepra janë nifaq me këtë kuptim se njeriu shfaqet sikur është e thonë të vërtetën, mirëpo në zemër e ka gënjeshtrën. Edhe shfaqet sikur të premton diçka, po në zemër e ka mos e plotësoj premtimin. Edhe kur i besohet, domethënë tregohet si besnik, edhe se do ta plotësoj amanetin, mirëpo e ka në zemër tradhtin ose mos çuarjen në vend të amanetit. Në këtë aspekt këto janë vepra të nifakut, ose nifak në vepra. Pastaj transmeton gjithashtu autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Fudail ibn Iyad rahimahullah, se ka thënë ma min mudghatin ahabbu ila Allahi min lisanin saduq. Domethënë nuk ka copë mishi, nuk ka pjesë të trupit më të dashur tek Allahu se gjuha e sinqertë. Wa ma min mudghatin abghadu ila Allahi min lisanin kadhub. Dhe nuk ka pjesë të trupit më të urryer tek Allahu se gjuha gënjeshtare. Ka thënë autori rahimahullah, për çdo gjë ka mundësi njeriu të gjej, për secilën gjë ka mundësi të gjej diçka që e zbukuron. Për çdo, domethënë për fytyrën mund të gjej mjete që ja zbukurojnë fytyrën, për krahët e kështu me radhë, ose për veshjen e tij etj. Domethënë për secilën çështje, për secilën gjë mund të gjej zbukurim, përveç se për gjuhën. Domethënë nuk ka mundësi gjuhën ta zbukuroj me diçka tjetër, përveç se me atë që e ka mësuar gjuhën. Nëse e ka mësuar me sinqeritet, atëherë gjuha e tij është e zbukuruar. Dhe thot sinqeriteti e shpëton njeriu, kurse gënjeshtra e shkatron, dhe nëse ai njeri që sundon gjuhën, domethënë e drejton në sinqeritet, ai bëhet udhëheqësi i popullit të tij, dhe ai që gënjen shumë
do të thonë nuk i ka lënë vetes asgjë që t'i besohet. Dhe nuk gënjen njeriu përveç kur vetja e tij nuk ka vlerë. Do të thonë nëse nuk ka dinjitet, nëse ai vetes nuk i kushton vlerë, atëherë fillon me gënjy. Përndryshe njeriu që e ruan vlerën e vetes vet, do ta ruaj dinjitetin, do të thonë nuk e përdor gënjeshtrën. Pastaj transmeton nga Muhammed ibn Ka'b al-Quradhi, do të thonë me zinxhir të transmetimit, sa i ka thënë innema yakdhibu al-kadhibu min mahamati nafsihi. Min mahanati nafsihi. Do të thonë gënjeshtari gënjen se do të thonë ai e ka zhvlerësu veten e vet. Prandaj gënjen. Do të thonë nuk i njeh vetes ndonjë vlerë. Pastaj ka thonë këtu një poezi, thot kadhabta wa man yakdhib fa inna jazaahu idha ma ata bis-sidqi alla yusaddaqa. Do thot ti gënjeve, kurse shpërblimi për gënjeshtarin është që kur ta thot të vërtetën nuk i besohet. Do të thonë gënjeshtari nëse e kanë marrë vesh njerëzit se është gënjeshtar, atëherë edhe kur sjell diçka që është me të vërtetë ashtu si është duke thënë, edhe betohet, edhe thot, pyetni edhe tjerë, jam duke thënë të vërtetën, nuk i besohet më. Do thotë, prandaj ka thënë dënimi i gënjeshtarit është që mos i pranohet e vërteta atij. Edhe kur ta thot vërtetën, pra nuk i pranohet. Idha urifa al-kadhabu bil-kadhibi lam yazal lada an-nasi kadhaban wa in kana sadiqa. Do të thonë nëse njeriu është i njohur si gënjeshtar, atëherë edhe kur të jetë i sinqert, i thuhet gënjeshtar. Do të thonë edhe kur ta thot vërtetën, edhe betohet, thonë njerëzit leni këtë se gënjeshtarës, do të thonë çdo herë gënjen, pra nuk i besohet fjalëve të tij asnjëherë. Wa min afati al-kadhabi nisyanu kidhbihi wa talaqahu dha fiqhin idha kana hadhiqa. Thot tjetër emet e gënjeshtarit është që i harron gënjeshtrat. Do të thonë ai njeri që gënjen ka mundësi në një mexhles, në një takim, e thot një gënjeshtër, nëse e pyet pas 2-3 ditëve, do ta thot ndryshe. Nëse e pyet për të njëjtin rast, do ta thot ndryshe se ai gënjeshtari i formulon gënjeshtrat në atë moment. Edhe nuk ka kohë që t'i mbajnë mend si duhet, edhe secilën herë kur ta thot ndodhin e njëjtë, jep version tjetër. Do thot kjo është shenja e gënjeshtarit, dhe kurse ai që e thot të vërtetën, do të thënë e ka pa tatill, e transmeton tatill, edhe tjera herë, do thot vazhdimisht e thot të njëjtën. Edhe nëse ka kalu kohë e gjatë, ka mundësi me hik ndonjë detaj, mirë po historia është e njëjta dhe rasti do të thënë është i njëjti, për dallim nga gënjeshtari që secilën herë jep një tjetër histori ose tjetër version komplet ndryshe. Dhe thot autori rahimahullah, do të thënë nëse s'kishte pasur dënim tjetër për gënjeshtarin, përveç se i ulet pozita, edhe do të thënë i ulet pozita aq shumë sa që e vërteta prej tij nuk pranohet, atëherë njeriu i mençur do të kishte vazhdimisht do të ishte kujdesur që të ruhet prej gënjeshtrës, edhe çdo herë ta thotë vërtetën, sepse mjafton kjo si dënim, se kur të vi momenti që duhet ta thush të vërtetën, edhe atëherë nuk të besohet. Vetëm kjo me pas qenë do thotë kish mjaftuar që njeriu të kujdeset për gjuhën e tij, për sinqeritetin e tij. Edhe thot pra dami i gënjeshtarit është se çdo herë e harron gënjeshtrën. Dhe nëse është kështu, atëherë do të thonë ai vet e lajmëron postrimin e vetes vet. Pastaj transmeton me zinxhir nga Ali al-Jahdami, thot inna Allaha a'anana 'ala al-kadhabina bin-nisyan. Do të thonë Allahu na ka ndihmuar kundër gënjeshtarëve me harresë. Do thotë kjo është një armë që Allahu a ka dhënë njerëzve, që ai gënjeshtari harron, do të thonë fjalët e tij. Pastaj ka thonë autori rahimahullah se
një poezi të cilën e ka thënë Muhammed ibn Abdullah al-Baghdadi, ka thënë idha mal mar'u akhta'ahu thalathun fabi'hu walau bikaffin min ramadi. Do thënë nëse njeriu nuk ka tri cilësi, nuk i ka këto tri cilësi, atëherë shita atë qoftë edhe me një grusht dhe, edhe me pak pluhur. Salamatu sadrihi was-sidqu minhu wa kitmanu as-sarairi fil fuadi. Do thënë ta ketë zemrën e pastër, pra mos ketë zili ndaj teje. Nëse gjen një shok i cili nuk ka zili, gëzohet me gëzimet e tua, pikëllohet me pikëllimet e tua, atëherë mbaje atë, mos e lësho, dhe ka sinqeritet, nuk gënjen, e thot vërtetën. Edhe gjithashtu i ruan sekretet. Do të thënë nëse i ka këto tri cilësi, atëherë mbaje atë si shok. Mos ketë zili, mos ketë qëllime të këqija, por të jetë i çiltër ndaj teje, të jetë i sinqert në përgjithësi, që e flet vetëm të vërtetën, dhe të jetë që e ruan sekretin kur ja jep, atëherë kape fortat. Përndryshe nëse nuk e ka njërin prej këtyre, atëherë thot shite atë qoftë me një gruzë dhe, domethënë largoje dhe mos u ngatro me ta. Pastaj transmeton autori rahimahullah nga Imam Az-Zuhri se ka thënë law ra'aita tawusan la'alimta annahu la yakdhib. Domethënë ta kishe pa Tawusin, Imam Tawus, domethënë imamin e tabinëve, do ta kishe pa, do ta dije se ai nuk gënjen. Domethënë se gënjeshtra është errësirë në fytyrë që dallohet. Edhe prandaj shumë prej dietarëve, siç ka thënë Zuhri, domethënë që nga ajo kohë deri në kohën tonë, dietarët e sinqert dhe dietarët e thelluar në dituri që i friksojnë Allahut subhanahu wa taala, e kanë këtë firase, domethënë këtë dritë të shikimit njerëzve, dhe e vërejnë në fytyrë, është fytyrë e gënjeshtarit ose jo. Edhe do thot me shikimin e parë ose me disa fjalë të para, vërehet njeriu që është gënjeshtar dhe ai që nuk është gënjeshtar. Ka thënë autori rahimahullah, gjuha është si bish e egër, domethënë si ujku ose si tigri, domethënë që është e rrezikshme. Nëse e rregullon njeriu, pra e stërvit mirë, edhe e mban të lidhur gjuhën, atëherë shpëton. Por nëse e liron, edhe nëse nuk e ka mësu, atëherë do ta çajë, domethënë ajo gjuha do ta shkatrojë njeriu. Wa bifamihi yuftadahu al-kadhub. Edhe gënjeshtari demaskohet nga goja e tij. Wa al-aqilu la yashtaghilu bil khawdi fima la ya'lamu fayuttahama fima ya'lam. Njeriu i mençur nuk angazhohet me gjëra që nuk i di, se do të akuzohet edhe për ato që i di. Nëse hyn në secilën temë dhe flet edhe për ato që i di edhe ato që si di, atëherë nuk i pranohet atij fjala, sepse koka e mëkateve është gënjeshtra, dhe gënjeshtra i zbulon, domethënë ja zbulon, ja demaskon njeriu të këqijat dhe ja fsheh të mirat. Edhe nëse ka ndonjë të mirë, por është gënjeshtar, domethënë gjitha ato mbulohen. Pastaj transmeton autori rahimahullah nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu se ka thënë hasbul mu'mini min al-kadhibi an yuhadditha bi kulli ma sami'. Ka thënë mjafton njeri, domethënë këtu thot hasbul mu'min, por transmetimi më i saktë është bi hasbi mri'in min al-kadhib. Domethënë i mjafton njeriu që të llogaritet gënjeshtar nëse flet çdo gjë që dëgjon. Domethënë çka ti vije në përvesh, menjëherë transmeton pa e vërtetuar, atëherë kjo mjafton që të bjerë në gënjeshtër edhe të bëhet në shkallën e gënjeshtarit. Thot pastaj transmetohet nga Salim ibn Abil Ja'd, thot se ka thënë Isa alayhi salatu wassalam, Tuba liman khazana lisanahu wa wasi'a baytuhu wa baka ala khati'atihi. Domethënë transmeton nga Isa alayhi salam, dhe kjo është prej transmetimeve të israeliatëve, mirëpo është transmetuar edhe nga dikush prej sahabeve, se ka thënë lum për atë që si më thënë, burgos gjuhën e tij, e mban domethënë të kontrolluar gjuhën e tij,
i mjafton shtëpia e tij dhe qan për mëkatet e tij. Domethënë këto janë të gjitha cilësi të larta. Ka transmetuar me tjetër zinxhir nga Ebu Sufjani, thot nga Rib'i, transmeton se i kanë thënë men dhakarta Eba Sufjan. Domethënë kush të kujtohet o Ebu Sufjan, ka thënë më kujtohet Rib'i ibn Hirash. Është përqendruar Rib'i ibn Hirash ka qenë një prej njerëzve më të devotshëm dietar, domethënë edhe imam në zuhd, dhe nuk është shënuar asnjëherë në jetën e tij se ka gënyer, domethënë një gënjeshtër. Dhe për këtë shkak, kur djemtë e tij janë rebelu kundër Haxhaxhit dhe Haxhaxhi i ka kërkuar, atëherë i kanë thonë pyete babain e tyre, Rib'iun, sepse ai nuk gënjen asnjëherë. Edhe e kanë marrë, i ka thonë ku janë djemtë e tu, ka thonë janë në shtëpi duke u fshehur. Domethënë me të parën, edhe atëherë Haxhaxhi i ka thonë për shkak të sinqeritetit tënd do t'u afali, domethënë djemve tu, dhe ka thonë, domethënë e ka nderuar shumë edhe ka shpërbly për këtë sinqeritet. Domethënë jetën e tij nuk ka gënyer asnjëherë. Edhe në rastin kur ka ardhur, domethënë rast që duket i vështirë, nuk ka hezitu të mendoje të formulojë ndonjë gënjeshtër, po e ka thënë menjëherë të vërtetën, dhe ka dalë ajo e saktë, domethënë kjo që është thënë shumë, se thoje të vërtetën edhe nëse mendon se ajo do të shkatërrojë, sepse ajo do të shpëtojë, e vërteta. Dhe largohu prej gënjeshtërës edhe nëse mendon se ajo në atë moment do të shpëtojë, sepse ajo në realitet do të shkatërrojë. Pastaj ka thënë, transmeton nga Omer ibn al-Khattab radhiyallahu anhu një ndodhi. Këtu autori rahimahullah përmend në një farë mënyrë, mirë po ka dobësi në këtë zinxhir. Është transmetuar tjetër mënyrë që Omeri radhiyallahu anhu ka qenë duke ecur natën për ta kontrolluar popullin e vet, dhe ka dëgjuar në një shtëpi një grua duke thënë përzije qumshtin me ujë. Edhe ka thënë ajo vajza, ka thënë Omeri, domethënë na ka ndalu kështu. Ajo ka thënë nuk na sheh Omeri tani në këtë vend shtëpi, domethënë natën. Ka thënë ajo, po Zoti i Omerit. Domethënë Zoti i Omerit është në mbikëqyrës edhe nuk i ik asgjë. Dhe atëherë, kurse këtu pak më ndryshe, përmendet se i ka thënë një gruaje, Omeri radhiyallahu anhu ka qenë i etur, ka thënë a keni qumësht, ka thënë nuk ka. Pastaj ka thënë a keni ujë, edhe ka thënë nuk ka. Atëherë kjo robresha ose vajza që ka qenë aty ka thënë si ka mundësi të gënjesh, domethënë, a nuk turprohesh? Pra i ka thënë Omerit, ja ku kemi qumësht, edhe i ka dhënë. Pra të dyja këto ndodhi janë të ngjashme, por më shumë është transmetuar ajo tjetra që e përmendëm. Atëherë Omeri radhiyallahu anhu ka pyetur për këtë vajzën, edhe ka pasur se është prej fisit Thaqafi, domethënë ka qenë babai i saj Thaqafi, dhe e ka kërkuar këtë vajzë për nuse për djalin e tij Asim ibn Umar, dhe është martuar Asim ibn Umar me të. Pastaj ka pasur fëmijë, dhe një prej vajzave të tij ka qenë një vajzë me emrin Ummu Asim, dhe me atë është martuar Abdulaziz ibn Marwan, dhe prej tyre ka lindur Omer ibn Abdulaziz ibn Marwan rahimahumullah. Do thotë, prandaj shiko këtë rezultat të mirësisë i ka ardhur Omerit radhiyallahu anhu në te stërnipi i tij. Thotë, prandaj duhet të kujdeset secili njeri për fëmijët e vet, edhe për djemtë edhe për vajzat, që t'i martoj me njerëz të hajrit, t'i martoj me ata që i friksohen Allahut subhanahu wa taala, edhe do të shoh mirësi te nipat, te stërnipat, domethënë te pasardhësit. Nëse e shohim në librin e Allahut
gjejmë shumë lutje prej shumë pejgamberëve dhe njerëzve të mirë në shumë ajete, lutja për pasardhës të mirë. Si Allah e ka lëvdu lutjen e njerëzve të mirë që thonë Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Do të thonë Zoti na jep gra dhe pasardhës të mirë, që janë knatësi për syt në dunja dhe në ahiret. Edhe prej pejgamberëve Rabbi habli dhurriyatan saliha, o Zot më jep pasardhës të mirë, dhe Rabbi habli minas salihin, o Zot më jep prej të mirëve. Do të thonë në ajete të shumta lutje të lloj-llojshme të pejgamberëve dhe të njerëzve të mirë për pasardhës të mirë. Edhe këta pasardhës patjetër duhet, do të thonë i kërkon Allahut subhanahu wa taala dhe i bën shkaqet duke i edukuar fëmijët si duhet dhe duke i përgatitur, duke i bashkuar me njerëz të hajrit. Do të thonë me gjetë nusën që i friksohet Allahut subhanahu wa taala dhe me gjetë dhëndrin gjithashtu që i friksohet Allahut të lartësuar. Thot autori rahimahullah, sinqeriteti e ngre njeriu, e lartëson njeriu në dunja dhe në ahiret, kurse gënjeshtra e poshtron njeriu edhe në dunja dhe në ahiret. Dhe si tham, e ka thënë të kundërtën, atë që e tham më herët, pra dënimi i gënjeshtarit është që nuk i pranohet e vërteta. Edhe ka thënë këtu shpërblimi për të sinqertin është që i pranohet edhe gënjeshtra. Mirë, po kjo nuk ka si të paramendohet. Njeriu që nuk gënjen asnjëherë, nuk mund të paramendohet që ndonjëherë pra të gënjej me qëllim. Por ndoshta është për qëllim se edhe nëse gabon, edhe e thot një realitet ndryshe nga ajo që është, thot diçka, nëse është i sinqerti pranohet edhe i besohet atij, pasi njihet për sinqeritet. Edhe kjo mjafton si shpërblim. Pra nuk dyshohet në fjalët e tij. Wa sara siddiqan 'inda man yasma'uhu. Edhe ky njeri quhet siddiq te ata që e dëgjojnë. Atëherë kishte mjaftu vetëm kjo që njeriu i mençur ta japë gjithë mundin e tij edhe të lodhet vetëm që të jetë gjithmonë, do të thënë, i zbukuruar me këtë cilësi të sinqeritetit. Pastaj ka transmetuar disa poezi, edhe më vonë transmeton nga Omeri radhiyallahu anhu me zinxhir, pra Ibn Hibban transmeton nga Omeri radhiyallahu anhu, që ka thonë la yajidu 'abdun haqiqata al-iman hatta yad'a al-mira'a wa huwa muhiq. Do të thonë robi nuk mund ta shijojë realitetin e imanit përderisa nuk i largohet polemikës edhe kur është në të drejtë. ويدع الكذب في المزاح وهو يرى أنه لو شاء لغلب. Edhe gjithashtu përderisa nuk largohet nga gënjeshtra, edhe në shaka. Do të thonë nuk mund ta shijojë imanin përderisa nuk i ka këto cilësi që largohet nga polemikat shterpe, që nuk sjellin rezultat, edhe nëse është në hak, është në të drejtë, por e le polemikën. Dhe largohet nga gënjeshtra në secilin rast, madje edhe nëse është duke bërë shaka. Pra nuk thot atë se vetëm shaka bën me kështu me radhë, do të thonë si thonë shumë njerëz. Edhe kjo është e nxjerr nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se ka thonë unë i garantoj një shtëpi në fillim të xhenetit atij që e braktis, do të thonë polemikën edhe nëse është në të drejtë, dhe i garantoj një shtëpi në mes të xhenetit atij që largohet prej gënjeshtrës edhe nëse është duke bërë shaka, dhe i garantoj një shtëpi në xhenetin më të lartë atij që e ka moralin e mirë, e ka moralin e bukur. Pastaj me zinxhir tjetër transmeton autori rahimahullah nga Abdullah ibn Umar nga Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma, thot dhar ma lasta minhu fi shay'in wala tantiq fima la ya'nik. Do të thonë mos u merr me, shkurtimisht, mos u merr me punë të huaja. Mos u merr me punë që nuk janë tuat, dhe mos fol për tema që nuk janë, do të thonë gjithashtu nuk janë puna jote. Mos u merr
me gjëra që nuk janë puna jote dhe mos fol në tema që nuk janë puna jote. Wakhzun lisanaka kama takhzunu darahimak. Edhe ruje gjuhën siç i ruan parat. Domethënë fshihe mirë edhe kujdesu për ta, mos dëmtohet siç kujdesesh për pasurinë. Dhe edhe një transmetim nga Muhammed ibn Sirin rahimahullah se ka thënë el kalamu awsa'u min an yakdhiba fihi dharif. Do të thënë ka fjalët janë më të gjera se sa njeriu i mençur të ketë nevojë për gënjeshtër. Do të thënë edhe nëse duhet të dalësh prej një situate, edhe nëse është situata që nuk duhet ta tregosh ta tregosh një lajm ose një realitet, nuk duhet me tregu, ka fjalë të shumta, nuk është patjetër vetëm gënjeshtër. Do të thënë ka mundësi njeriu ose të thotë nuk është puna ime kjo, ose nuk duhet të flas për këtë, ose ka mundësi të përdorë fjalë që quhen në islam teorie, do të thonë fjalë që nuk e tregon nuk e zbulon, do të thonë sekretin, mirë po edhe nuk gënjen. Do thot një fjalë që dëgjuesi kupton diçka, kurse ti ke tjetër qëllim. Do të thënë kjo është prej mënyrave të mençura për të ikur nga zbulimi i asaj që nuk duhet zbulohet, mirë po jo me gënjeshtër. Pra nuk është njeriu i mençur nuk është i detyruar asnjëherë që të gënjej, thot Muhammed ibn Sirin. Edhe thot autori rahimahullah wa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Pra na mjafton Allahu dhe ai është mbështetja më e mirë. Wa sallallahu ala Muhammedin sayyidina wa alihi wa sallam. Dhe salavat dhe selame dërgojmë për Muhammedin zotrin ton sallallahu alaihi wa sallam dhe për familjen e tij. Mjaftojmë me kaq për sot, megjithse kishim edhe një temë tjetër, po inshallah në takimet e radhës. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.